Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me pretencën e prokurorisë gjykatës speciale në Hagë, e cila kërkon dënim me 45 vite burg për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, njëjtë edhe për ish-krerët e tjerë të UÇK-s që po gjykohen në Hagë. Rama e cilëson kërkesën e prokurorisë si një padrejtësi të rëndë dhe një akt që sipas tij cënon në rënd ndjenjën e drejtësisë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë kredibilitetin e drejtësisë ndërkombëtare. Kryeministri shpreh mbështetje të hapur për Hashim Thaçin dhe ish-drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke theksuar se lufta e UÇK-s ka qenë një luftë çlirimtare dhe jo një ndërmarrje kriminale siç sipas tij tenton ta paraqes pretenca e prokurorisë. Në reagimin e tij, Rama nënvizon se kërkesa për një dënim kaq të rëndë nuk përputhet me historinë e njohur ndërkombëtarisht të konfliktit në Kosovë dhe sakrificën e bërë për liri. Nuk po shprehem dot, pasi ende po mundohem ta gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria speciale për të dalë me kërkesën për varrosje përsëgjallit të 4 burrave, shkruan ndër të tjera Rama. Reagimi plot i kryeministrit shqiptar pas pretencës së prokurorisë në Hagë për 4 ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më pyesin miq nga Prishtina pse nuk po shprehesh për mikun tënd që sot u ngarkua me 45 vjet burg në pretencën e prokurorisë së Hagës. Nuk po shprehem dot pasi ende po mundohem ta gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për të dalë me kërkesën për varrosje përsëgjallit të 4 burrave dhe sikur ndonjëherë fjalët nuk më vinë në ndihmë për t'u shprehur. Ndjes por më duhet kohë ta gëlltis gjitha të mal me që nxori sot ajo prokurori në zemër të Europës demokratike, përfundon reagimin e tij kryeministri Rama.